Kelmend, është kënaqësi që sonte jam një kapë me lavin, jam bashkë me ty, bashkë në vendin tënd, ku faktikisht tuja që fillon ditën dhe përfundon ditën në këtë vend shajt. Është kënaqësi, mirë se erdhën. Mund bëhet qefi edhe më vjen mirë që jam pjesë e jotja, pjesë e këtij restoranti gjigant, po e them gjigant për shkak që është në zemër të Lucernit, edhe po du më ndal pak me ty. Sa ka qenë e vështirë me pas këtë restoran, sa ka qenë e vështirë domethënë me ardh deri sot ku këto që katja merr. Faleminderit. Ose do të thënë çdo fillim domethënë çdo nisën është vështirë. Sidomos domethënë këtu në Lucern, domethënë ku ka ardhur Kelmendi, normal janë kanë vështirësia. Por apet unë kam besu domethënë në konceptin tim edhe çka do më bëj edhe planet e mia domethënë se i kam pas edhe normal që kam marrë këtë vend ku e kam pas se çysha, çka është ky vend. Kam ditë se çysha dhe kam u bën. Dhe për atë arsye domethënë kur nuk jam dëshpëruar, pavarësisht domethënë se ka vështirë, ka sfidat e mëdha, ka sakrificat, edhe kur domethënë nuk jam dëshpëruar dhe gjithsesi më kanë i bitëm domethënë se çka du më bën, çysh du më bën. Jenë moshë shumë tre, domethënë, edhe ti vetë personal, por edhe shtapin një kërësirë që janë kretë një moshë tuja, si me pas një familje, një vllazni tuja me punu komplet. Po, kam pas fat edhe me stafin, domethënë, unë gati jam domethënë më i vjetër, edhe se jam i ri, gati jam më i vjetër domethënë në stafin tim. Kam pas fat me stafin, se kam një staf shumë të mirë, domethënë se bëjnë me pasion, e bëjnë me shef, janë shkolluar edhe bëjnë këtë punë domethënë me zemër dhe me shpirt. Kur jemi tek stafi, sa veta janë në stafin për përgjithësi? Të stafi domethënë çka i kena stash janë domethënë 7 se janë domethënë fix, por vikendov shkojnë deri në 14 punëtor domethënë. Deri në 14 punëtor. Sidomos premtja shtundja dielja. Premtja shtundja dielja domethënë se kena shumë festa të mëdha, kena rezervime më shumë dhe normalisht duhet të më forcu domethënë edhe në staf. Po du më ndalë prapë të stafi, se e bukura e krejtë sana kur kam marrë dhe herën e parë, dhe më tonë takimi jam mes meje mes teje, por edhe takimi me krejtë stafin, dhe më tonë gjithë stafi foni me shqip, më duket. Stafi përgjithësi janë këtë shqiptarë, janë prej krejtë troja dhe më thonë shqiptare, prej Prizrenit, prej Klinës, prej Pejes, kena prej Tiranës, kena prej Shkodrës, kena prej Maqedonijës, dhe më thonë Tetove dhe Gostivarit. Jena një staf shumë interesant, po janë këtë... Paske bo bashkimin kombëtar. O desh me bo. E bukur kjo, e bukur bashkimin shumë kombëtar dhe me thonë me një vend. Gjëzgjom, edhe pse jemi restoran, jemi me vend për para, edhe e komën patjetër kafën, do me zdosh, se jemi një kafën gëzuar, faleminderit shumë për mikpritjen për gjithë shka. Mbrapa mnesh, këtë në fund atje, është një fotografi. Edhe këta kisha dash mund dalë, edhe pse ndërsa nuk i qef me përmend, në basë historisë dhe takimit tonë të parë, kur kemi ndajt, që gjyshi u kona i thari i parë që ka thonë i Zot, ama bjetë Zotin ndonjëre, me pas restorant temin. Ai nuk ka pas mundësin, nuk ka pas fatin, të rego pak a shumë. Po, gjyshi jam gjithë ka pas andër, edhe ka pas dëshirë me pas një restorant vetin. Dhe mu, gjyshi jam gjithë ka pas jaran. Ka dashtë, më thonë, dhe e kena pas, unë nuk e thrasë gjyshën, e kam thrasë gjithë pa balasën, se lazët, dhe më thonë driti pas shpirti. Dhe atë moment, dhe më thonë, kur kam ardhë me pëshelë këtë restoran, kam pa gjithë momenti parë, dhe më thonë, akon qaj portret i tina, e kam ditë se vjen që ti. Pse është konë kënaqësi edhe tina, dhe më thonë, me bashkuzje në veti, më konë gjinja, dhe më thonë, në veti, me pas një muhabet, me kalu mirë, me kalu bukur, po edhe me pas kush mi prit. Edhe në këtë arsye, dhe më thonë, gjyshi jem dhe gjithë kanë prit, sukur për parë, dhe më thonë, në safer, po konë zemër të modhe dhe kejtë, dhe për atë arsye, dhe më thonë, e meriton, dhe më thonë, një vend që aty ku e ka. Kelmendi Kellis është për lidhë, dhe më thonë, edhe restorani me emin. Tash po më interesant pak, prej cilës anë, dhe më thonë, të kemi ty personalisht? Se i përmendi këtë stafin prej ka janë, po ti me origjinë me roj për cilit vend? Po, unë jam i Prizrenit, i shotit Shpenadi. Jam i lindum në Kosovë, jam i rritëm në Kroaci, kam jetu 20 vjetë në Kroaci, që 10 vite jam tash në Zvicër. Sa ki malë, sa ki nostalgji për atë vend? Ase për atë vend, është një vend ku të pushon shpirti. Edhe me nëzisë presim, dhe më thonë, pushimet se i kena, dhe më thonë, me shku në atë vend të urin dhe me kalu. Pambarësisht, unë kam jetu shumë shkurt atje, po apet sa apet shpirti më pushon atje. Pushon atje.
unë e di që e viziton shumë shpesh, edhe pse ndoshta kjo punë ku jemi këtu e don angazhimin, e don përkushtimin edhe don këgja obligim shumë të madh, për shkak që 365 ditë vitit ju punoni, ku të ketë pushojnë, na ke duhet me punu. Sidomos për shembull, sidomos kur është puna ndoshta më e madhe është sezona e verës. Edhe sezoni të verës i on 2 terrasa, në 2 anë, domethënë që këgja ka tregojnë tjetër. Po, na e kena domethënë 2 terrasa, se restorani është goxha i madh, është domethënë për 300 persona, 300 vende e kena këtu. Por te na sezona nuk është veç vera, po është edhe vjeshtë edhe dimri. Pse kena 2 salla, edhe kena domethënë restoranin, ku domethënë janë domethënë 70 vete, kena një sallë tjetër për 70 vete, edhe kena një sallë të vogël domethënë për 45 persona. Ashtu se te na nuk nolet sezona. E kena gati këtë vitin, e kena full do të më jap gas. Sa interesant më ka ardhur. Si më him randa vetën e kom vi vetën si me marrë në Kosovë. Qashtu ma një përshtypje, stafi, ambienti, gjithë shkapi duket më thonë të që jeni një pjesë të Kosovës. Po jena, sigur se thash, mu shpyrtin po shon atë. Por për mu tash jeta na ka su, na ka tana venet. Tash edhe mu për shembull më ka prutë edhe në Zvicër, edhe në gjithë e kam pas një dëshirë domethënë një vend ku mund të bashku domethënë me shqiptarët, se këto bajnë edhe shumë festa, bajnë edhe shumë dasme, bajnë edhe shumë konorizime. Edhe kjo është kanë gjithë cili o drejtimi jam domethënë se me bashkuzi në veti. Edhe s'ka sen më të bukur se ku e ki një vend domethënë të bukur ku mund të taku domethënë shqiptarët në veti. Disa ne po flasim këtë vend këtu, edhe ja kemi nisë bisedën gjithë shkapit këtu. Unë kisha dashur që bashk ti marrim shishet e venës me veti, shkojmë pjesën e shankut, dalim tek salla tjera për shkak që këtë ambient këtu, këtë hapësirë këtu, domethënë edhe shikuesit kanë pas mundësi edhe me fillim me po e përshohin edhe tash, por brenda këtij vendi këtu janë edhe 2 salla tjera. Njëra sonte ka ditëlindje, për vjetorin e 50 person, edhe ata nuk e din besa që o labi këtu, edhe këna me qatë derën edhe këna një surprise. Edhe në anën tjetër është edhe një sallë tjetër që edhe ajo ishë rezervu për nesër mbroma, ishë punu dekori, nëse më duket o punu dekori gjithë shka deri po, është desh më bëgati pak ma herë dekori, po është për nesër drejk, dhe më thënë edhe ata e ka një festë. Oke, a qohen me shkëm ato, po i marim me veti. Kjo është salla e vogël? Kjo është salla e vogël, këtu bën shumë festa familjare, këtu kena domethënë grupin deri në 40 persona. 40 persona, po si festa familjare, si festa të firmave, edhe çdo një lloj feste domethënë se dëshiron dikush me bën, mu kon veç restoranit. Sa jem bashkë këtu, unë kisha dashur që ndoshta shikohet, po kisha dashur me dashur edhe deri te terrasa jashtë. Patjetër. Për shkak se këtu ku jena, domethënë hajde. Të kena domethënë daljen, po është dalja tjetër domethënë ku është edhe restorani jashtë. Të kena domethënë terrasën e madhe. Por që tash është pak fresk, kështu. Është fresk pak, po. Po ama unë kur jam marrë në shtator, domethënë ka qenë tamam për me ndajt dhe për me hongër një darkë të mrekullueshme këtë vend këtu. Gjithsesi se këto verës, domethënë deri në shtator, domethënë gjithë është e mbushur me zënë, se kanë edhe privatësinë e vet, nuk ka shumë zhurmë të madhe, edhe kena pamin shumë bukur domethënë të biesh. Edhe bukur, edhe gjelbrem, edhe gjithë shkapin domethënë e bukur. Okej. Por kjo është edhe përparësia domethënë se këto pritër sallën qinja e kanë hymjen private, kërkush nuk ju pengon, edhe mund me dalë edhe me hinë jashtë, domethënë çush kena shef na shqiptarët, mos më na pengu kërkush. E bukura që 2 sallat e kanë hymjen e veçantë. Po, secila sallë domethënë ka 2 sallat. Për shkak se
Tash derisa mundet me pas 2 salla me pas organizim. Këtë sallë mundet me pas diçka edhe në atë sallën tjetër, kështu që në 2 salla e kanë edhe hymjen e veçantë që mos më përzi me pjesën e mysafirt e restoranit. Këtu ku jemi këtu për 40 veta, është gjithë shkapi e rezervuar, e planifikuar, bëhet shërbimi për edhe vet. Qysh është? Shkojmë tek pjesa tjetër, him surprizë. Surprizët me një pjesë atje veç që kena mysafir me ne. Këtu e kena veç sot domethënë një ditëlindje, një surprizë, po. Edhe kjo është domethënë salla madhe. Përshëndetje, urime, respekt. Veç ju voftë mirë. Pa dashmi pengu, domethënë, kështu që privatësi o privatësi. Qartë. Dhe një shkoj. I vizitum edhe 2 salla tjera. Salla e vogël dhe salla e madhe. Salla e madhe për sa persona është? Salla e madhe është për 70 persona. Domethënë salla e vogël është për 40. 70 dhe 40. Sa e kuptova unë edhe sa po muj me kuptu se 90% është familjar restorani. Nëse 90% edhe më shumë se 90% është domethënë restoran familjar. Prej fillimit domethënë kur kena hap këtë restoran, është koncentrimi jonë dhe se na vetë jena argjen familjar, domethënë këtu me argjen familjar, me bë festa, me festu dhe me kalu sa më bukur. Apo më tregon pak karakteristikat e restoranit. Çka ka diçka të veçantë për shembull pse duhet më tregu klientëve edhe për me ata që pak nuk kanë qenë akoma që duhet marr. Çka ka diçka të veçantë? Shka është interesant, domethënë se secili person, domethënë sidomos se janë familjar mund me gjetë diçka për veti këtu. A dojnë festa private, a erdhen a la kartë me hangër blok, domethënë a dojnë mish, a dojnë pizza, a dojnë pasta, a dojnë ushqim ton tradicional, domethënë këtë mundi me gjetë. Kur e përmende si të tush ushqim tradicional, zemra shkon te Flia, a ka Fli këtu? Flia të kena veç me porosi. Veç me porosi. Domethënë kur bëhet në festë private ose speciale, domethënë se i kanë dëshirat, po jena shumë fleksibël, domethënë edhe çdo një person se i ka një dëshirë, diçka edhe se s'kena këto, normal se gjithë e mundsojnë domethënë me pas. Shumë shkurt po du, a ka pas në ndonjë moment deri sot që ti i ke qenë durët këton po du më dorëzo? Asë në këtë vend kur, nuk jam asë personi, domethënë prej momentit parë se kam shkel këtë vend, unë e kam pa potencialin dhe kapacitetet e këtij vendit. Dhe gjithë kam ditë në zemër e kam nisë çka du me bë me këtë vend. I kam pa edhe kur akon thot, kam hecë për këtë vend, i kam pa domethënë familje të hangër, të festuar, të kaluar sa më bukur. Pse çu shesheni edhe vetë, domethënë si me stafin, si me mua, si me musafirët që i kena. Domethënë këtu është gjithë një atmosferë e bukur, një atmosferë domethënë se apet lën më kthej këto. Pse domethënë jena një staf edhe një ekip domethënë se e bojna këtë punë me pasion edhe e bojna me qef. E përmende gjyshin, tha që në fakt ai ka pas ëndër për me pas një restorant vetin, ti e plotësove ëndrën e gjyshit, e realizove edhe po e realizon në mënyrë më të bukur të mundshme. A ke dikon mbrapa vetes që të motivon edhe të jep vullnet edhe të jep shtytje që në faktikisht për me pas këtë energji që e ki bashkë me gjithë këtë staf? Patjetër tash gjyshi gjithë ka pas ëndër. Edhe normal një energji tina e kam trashëgim unë, domethënë e kam përcjellur në krytina. Po për ndryshe, domethënë edhe familjen, pa familje, pa domethënë se mbështet, se është punë e rëndë, nuk është punë e lehtë. Pa mbështetjet familjes nuk është e mundshme asnjëse. Edhe faleminderit shumë për temën domethënë, si për gru, si për familjes domethënë se kanë besim te unë, se kanë durim te unë, se është një punë që bëhet 24/7. Nuk është një punë që mundesh me lënë gjithashtu. Sa i mungon familjes në për festa? Se zakonisht festat i ki gjithë kur festojnë, po apet, domethënë tash familja jeme më mësu, tash vini bëjnë festat këto. Se s'kan qef me bë festat pa mua. S'kan qef me bë festat pa mua dhe gjithë domethënë shqyrë zoti domethënë kena edhe vend, është kapaciteti i madh. Edhe familja vin tash ndryshi përpara gjithë kena pas festat në tanë, kena hec, kena shku, po tash këtë e dinë domethënë vendin ku me ardh, ku me bë, çështë se nuk mungon kërkosh i familjes. Okej. Këtu sa jemi bashk, e kam një pyetje. Edhe a është e realizueshme nuk e di. A kam shans teorikun e më futu në kuzhinë që tash mrena? Se zakonisht për restorana thojnë nuk u bën më futu drejt kuzhinës, po du me të pyta a bën më futu. Patjetër edhe mundesh me ardh me mua, a me vazhdim. Po, bashkë. Mundesh me ardh me mua, të trak, a vet njëjtin. Hajde.
pretash, qëto, qëtina qëto për të mja bo, një Shkodrës. Ke, shobelo? Ej, përshëndetje. Përshëndetje. Kështu pjevaj, përshëndetje. A jeni? Nuk ju bom kur gjo kamera, më se të thëja. Qka të një me përgatit? Se o po më del ploka, qka du me hongër në e sonte? E vëmë surprizë sot. Ha? E vëmë surprizë sot. Surprizën e Melona? Nuk i du qa shumë surpriza. Të rëkom një qka. Dere, atë për Dobi, mu së do të ashte? Simoni po ma përgadit mishin këtu, edhe hajde se kena edhe pizza këton. A i interesun për për një meze kështu. Franz! Hallo, mir geht's gut? Alles gut, ja. Alles gut. Okej. Dëgjam, po përgatit pizza, po më kanë thonë që je... Boba. Je specialist. Boba. Më thonë edhe plus çka është kryesori është që ki punu në Itali, je kthyer në Itali. Italiano pure. Italiano Amerikan, spanjol. Italiano shkodran, i rom Zvicër. Hajde. Një 4 formaggi, një diavola e një prosciutto e funghi. Sì. Sì. Po emozionove, pas e kapacitetin e emozionove. Pasha zote. Faleminderit që ma jepe mundësinë edhe kem pjesë e kuzhinës e panë edhe shikuesit edhe pjesën e kuzhinës edhe stafin e mrekullueshëm. Unë thash, bashkimi i trojeve shqiftare është një vend, por e di që tash po vim drejt fundit sezonës, dhe më thonë po vim drejt fundit vitit. Fund vitit e di që shumica e bizneseve i shikojnë mundësit se ku duhet më bëhet ndajet e fund vitit. A ka rezervime? Ka rezervime, sidomos dhe më thonë sallat se i pave, se i shiku dhe më thonë janë shumë interesante dhe më thonë për firma, dërsh strane, dërsh shqiptare, shqyqëri zotit, shqiptarët janë të jesë për para, kanë bë firma, janë të punu, që është se nuk kena munges dhe më thonë, shka mu më knashe shpirë dhe më thonë se shqiptarët kanë besim të ne, edhe se vinë dhe më thonë këtu. Se si në salla, si në restoran dhe më thonë shumë rezervime kena dhe më thonë tash për festet e fund vitit, si për vitëri, si për Krishtlindje. Po edhe këto në Zvicër është pak, që vajnë ahtesën, se më thonë, se i bojnë, kanë qef firmoshe, dhe më thonë, mi kalzu, mi respektu punëtorët e vetë, se qyshe kanë kalu vitin, edhe faleminderit që dhe pëtime, dhe më thonë, që nga zgjedhin neve, dhe më thonë, ju japat mundësi. E ti për veti me stafin tënd, ku e praktikon? E bën këtu apo del diku tjetër? Kjo, po, na këtu, dhe më thonë, jena 365 ditë në ditë. Edhe për qefi, dhe më thonë, se bojnë gjithë, na e bojnë në januar, dhe më thonë, kur ketë mbyllën cenet edhe shkojnë dhe më thonë edhe kalzoj dhe më thonë sidomos dhe më thonë qëto 4 mujtë që i kena full gas që do të me javë, do të me punu edhe na vjen dhe më thonë edhe mirë stafit me dalë, me këshyrë, me pa diçka tjetër edhe gjithë dhe më thonë për gjithë vetë tash 2 vite gjithë u banën cejna këto kena shkull me një vend tjetër, kena kalzoj dhe më thonë gjithë tjera dhe më thonë vene ku mujnë me dhe më thonë me kalu sa ma bukur një një tjetër. Po dhe ma shumë të respekti me kalzoj dhe më thonë, se shka bojnë për këtë vend okej, sa 5 vetë tonë këtë vend nuk mundet njeri dhe më thonë një vecë. A ki mendu për mu zgjënu? Po, kena mendu edhe është plani tash për një restorani, se i ka 300 vene. Mu zgjënu, janë të orë dhe më thonë, është plani edhe kismet dhe më thonë bëhet edhe vitin tjetër. I kena do plane se kanë më bëhet, në Zvicër kanë më bëhet disa pika dhe më thonë me këdis restoran. Po kanë më bëhet dhe me festa shumë të mëdhoja, e kena tash në planë dhe më thonë edhe sallat e mëdhoja, kena bëhet dhe më thonë dhe festa, ditëlindje, dasme, dhe normal pa tjetër, do të me jesë për para.
A ki mendu ndonjëherë që pika jote ka me qenë edhe në Kosovë? Edhe ajo është njëna prej temave, po besoj se është pak herët. Është herë. Është herët edhe pak. Se mas sporti do më thonë njeri do të më ndrejtë, do më thonë do të me pas këto do më thonë një bazë të mirë ku mujna mu gjanua të e më shumë. Për ndryshë këto të shku shumë bukur, të shku shumë mirë. Këtë musafirë që kina këto do më thonë kanë besim të ne dhe këto e kina që të bazën se mujna mu zhvillu më shumë. Unë e kom thonë në verzionin tim, po përdu në verzionin tënd në gjuhën gjermane me më tregu ku është lokacioni i sakti i lokalit. Se unë në gjuhën shqipe e kom tregu. Ose gjuhën shqipe muj me tregu në napet, po dhe më thonë na gjindemi dhe më thonë në Sone Plac, Emen, Gerlisvi Shtrase, Fire Zibetski. Dhe më thonë e tregoj edhe në gjuhën gjermane. Kështu, për fund kësaj bisedes, e provova mu ullë me ty, e provova me hynë për sala, e provova me hynë kuzhinë, po du me provu, a më shkon me arë me punu nëse du nesër mas nesër shankes. Mirë se vjen, mirë se vjen. Si dihet jetës kur, a e di ku? Nuk e dihet jetës kur, dhe më thonë dhe besoj se me reputacion tonin se e ki, na ki shprumë, dhe më thonë, i shkon mirë shumë për ne, dhe më thonë, më kontest për kësaj hane. Por në qatë tonë ku jetë, dush më konë shumë, dhe më thonë, i vendost edhe zban me leon kërkush me lujt me ty. Jo, as pak dhe më tonë edhe unë si kisha me qenë shumë i vendost, po ndoshta ma i vendost kisha qenë me konë kamarjer. Kamarjer? I këthena zanati që kom pas për para, dhe më tonë para se me ime për unë televizion. Atë ka marrë molli me këthe zanati dhe? Më ka marrë molli. Kështu, këto momente unë përdu një ndim, një gotë për ta qesë. Një gotë, me thonë prej labit e ki, vesh cilën qëta, jo, se të mush me zgjedhe më thonë, të zgjedhe dishka tonë në qka e kena. Po, qka dënë diçka tonë dënë? Dishka tonë të mush me zgjedhe më thonë, një rakit të rushit, Rahovecit. Rahovecin. Po. Dhe më thonë, hajt ashtë e hesa, unë e për të shërbejt. Tash unë e për të shërbejt. Dhe më thonë, rakin e rushit Rahovecit, dhe më thonë, që qështo, okej, me që të gotë shërbejt, po. A duhet me ta qitë një gotë tjetër? Jo, që kjo është në regla, që kjo është. Po ti dush me morë dhe tenja? Poftë mirë. A po të me mlion pavozicët në Zvicër? Jo, hajde, okej, që do në bro. Hajde, masimu kite këta është. Gëzuar. Gëzuar. Me këtë gëzuar, unë i pitëm gjithë atyre që të fakt kanë bashkë me neve në me një kafe me labin. Faleminderit që qëndrun, e ju cilë fakt edhe që mundësia është shumë e madhe me ardhë prej Kosovës drejt Zvicrës, drejt Lucenit, drejt këtij vendi, mos harroni se Kellis është restorani ideal për me ardhë me shiju specialitetet të çdo vendi, çdo shteti të botës për shkak se gjitha specialitetet janë me një vend. Unë pata fatin dhe kënaqësinë që isha pjesë e kësaj dite, kësaj nate bashkë me juve, po ju që veni e janë vizitoni sepse mbi gjithar ja vlen. Edhe njerë vëllai i dashur, faleminderit shumë për respektin, për çdo shkafin, për emisionin Një Kafe me Labin. E di që unë bashkë me kamermanin tash këto momente e bëjmë gëzuar edhe një herë, e mas kësaj gëzuar ulim tek tavolina, mishi mu ka përgatitur atje e ty karkaleca.